Duke mbetur te aspekti i sigurisë në Kosovë, disa ditë më parë, komandanti i KFOR-it në Kosovë deklaroi se situata mbetet e brisht që prej sulmit në Banjsk dhe tensionet mund të shpërthejnë në momentet e caktuara. Ndërkohë, më pas pati edhe një deklaratë të presidentit serb Aleksandar Vučić se Serbia është e gatshme për luftë kurdoherë, duke qenë se është e armatosur deri në dëm, nisur dhe nga blerjet e raketave që ka kryer nga Kina apo edhe Rusia. Në këtë rast, sa rrezikohet vetë Kosova nga Serbia dhe çfarë po bën faktori shqiptar në rajonin e Ballkanit kundrejt një kërcënimi serb në këtë rast? Kjo është një pyetje që më jep mundësinë të vazhdoj në diskutimin tim më parshëm dhe do të kaloj tani më tek roli tejet negativ anti-shqiptar i Parisë së Tiranës. Ndërkohë që gjitha këto që ju thatë janë të gjitha objektivisht reale, ndërkohë që presidenti serb, i cili është një nga presidentët më antidemokratik, të cilin nuk e don as populli i vet. Le të mos harrojmë që kemi qindra mijëra studentë që manifestojnë kundër regjimit të Vučićit në Beograd. Këta nuk janë dashamirës shqiptarëve. Pra, ky është një njeri që presidenti serb është një njeri i cili nuk ka asnjë lloj besueshmërie nga pikpamja e vlerave evropiane demokratike, pavarësisht se është dashnori i Evropës Bashkuar, mund ta quajmë. E duan shumë të gjithë, ndoshta është sepse është i gjatë, njësoj si diktatorucin ton të vogël, kryeministin Rama. Ta gjatët gjithmonë i duan në Bruksel. Po për te batutës, Paria e Tiranës vazhdon të sillet në mënyrën më anti-shqiptare të mundshme, vazhdojnë ta përdorin Kosovën si mjet për luftën e tyre të brendshme, janë shitur dhe vazhdojnë të shiten prurësit më të parë, duke filluar tek vllai i presidentit Vučić, që e kemi kryeministër, cilin vazhdojmë ta votojmë, duke filluar tek mënyra e qeverisjes së tij, duke filluar tek shitja e bazave ushtarake, duke filluar tek shitja e pronave të ushtrisë, duke filluar tek shpërbërja e çdo gjëje, tek shitja e ekonomisë, tek lidhjet e dyshimta me vende të cilat nuk kanë asnjë lidhje në Shqipëri, tek mungesa e koherencës me Kosovën, tek lufta që i bëhet kryeministrit Kosovës në ambiente ndërkombëtare, që është duhet ishte e pa konceptueshme, që luftoj kryeministri i Shqipërisë, kryeministrin e Kosovës, sepse nuk merren vesh me njëri tjetrin, e të tjera. Fatkeqësisht Shqipëria nuk është një faktor shtesë që do ta mbronte Kosovën në një konflikt të ardhshëm. Shqipëria përkundrazi do të ishte një vend ku shumë çka nuk do të ishte në favor të Kosovës, dhe këtë e them me dhimbje të thellë. Kjo duhet të jetë një sinjal alarmi për shqiptarët, sepse ne shqiptarët jemi në një pozitë jashtëzakonisht të rrezikuar. Brenda Shqipërisë po na zëvendësojnë me Bangladesha, Sirian dhe Filipinas, të cilët ndoshta janë më të bindur se sa ne, na kanë lënë të pa arsimuar. Arsimi në Shqipëri është në kotat e veta më të ulta të mundshme. Është një doktor që jeton dhe punon në Zvicër, që çdo ditë nxjerr nga një doktoraturë të plagjarizuar të këtyre drejtuesve tanë të mëdhej. Pra, jemi në pikë të fundit, jemi në një pikë ku ndërkohë që vendet fqinj armatosen, ne paguajmë 50 milion euro për një gjysmë idiot, që është këngëtar i famshëm, që nuk e do më as Amerika as gjysma e Evropës, po ne e pranojmë në Tiranë këtë, sepse duam që njerëzve t'ju japim aheng dhe karadyzen. Ndërkohë që na duhet shtet, na duhet rikthim në seriozitetin e shtetarëve tanë, na duhet rikthim në seriozitetin e ushtrisë tonë, na duhet mobilizim kombëtar, na duhet rikthimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak, po të gjitha këto nuk kanë për të ndodhur dhe nuk mund të ndodhin duke pasur këtë pari. Mos harrojmë që edhe në opozitë kemi po të njëjtin llum. Është një llum që kërkon thjesht të ruaj pozitat e veta, të marrë në tender aty këtu, të shpëtoj familjen e kryetarit të përhershëm të opozitës, dhe me kaq u zgërlaq, është një shprehje e vjetër. Jemi të gjithë të kënaqur, bëjmë zhurmë, dalim në mitingje, hedhim molotov dhe opozita është e zaptuar, jemi në rregull, asgjë nuk bëjmë për shqiptarët përveç deklaratave
pa krip tani më sepse nuk I beson më askush. Opozita ka drejtues organizativ një ish agent UDB-s e kështu me radhë. Pra, Shqipëria nuk është faktor pozitiv për Kosovën, fatkeqësisht Kosova nuk mund të mbështetet tek Shqipëria, por populli shqiptar nuk është paria e Tiranës. Populli shqiptar I cili jeton edhe në Shqipëri dhe në diasporë, ndaç nga Shqipëria londineze, ndaç nga gjitha vendet e tjera, punon ndryshe nga paria e Tiranës dhe ndoshta duhet që këto energji shqiptare të përbashkohen dhe të argëzojnë një herë mirë këtë pari anti-shqiptare se na ka ardhur majt hundës. Njerëzit në Shqipëri janë mësuar tani më me propagandën, por në momentin që do të gërvishtet pak ajo boja e vajt me të cilin e lyen murin e ndryshkur paria e Tiranës çdo ditë, unë mendoj që njerëzit do ta shohin realisht se ku janë dhe do ta ndjejnë veten shumë keq. Do të kalojmë edhe tek rasti I paris Tiranës, konkretisht në dosjet caktuara dhe çështjet delikate me cilat përballet vendi sot, më saktë qeverisja e kryeministit Edi Rama. Po të mbetemi sërish te Albin Kurti. Si mendoni pse Albin Kurti e ka lënë mënjan ose e ka harruar tezën e Bashkimit të Kosovës me Shqipërinë dhe a ka një plan qoftë politika në Kosovë, por ashtu edhe në Shqipëri për të pasur një bashkim të Kosovës me Shqipërinë në të ardhmen? Dhe nga ana tjetër, a mund të ketë një dakordsi të faktorit ndërkombëtar në këtë rast për të ndodhur ky bashkim? Dhe kur them faktorin ndërkombëtar, kam parasysh në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikoni, unë flas pikë parë në emrin tim dhe Grit Roy që paraqitet këtu është me bindje të plota kombëtariste, pra për sa më përket mua, nuk ka rrugë tjetër për shqiptarët përveç bashkimit kombëtar. Pra nuk është çështje nëse do të ndodhë bashkimi kombëtar, këtu flitet për kur do të ndodhë bashkimi kombëtar. Sepse nëse nuk ndodhë bashkimi kombëtar, rrezikojmë që të mos ketë më kom shqiptar. Dhe unë këtë nuk dua as ta mendoj dhe as ta fus në kusinë e mundshme, të gjërave të mundshme. Pra, bashkimi kombëtar I shqiptarëve do të ndodhë, po cilat janë premisat që mungojnë për të dalë pastaj do t'i përgjigjem dhe drejt për drejt, mos ki merak faktit që pse sot Albin Kurti nuk flet më për bashkim kombëtar. Nuk flet më për bashkim kombëtar sepse Albin Kurti ka hallin e pushtetit. Albin Kurti tani më do që t'i pëlqejë të gjithëve, e ka marr pulsin popullit Kosovës, I cili një shumicë të madhe e voton, dhe tani do që t'i pëlqejë pak nga pak të gjithëve, do të rikthehet dhe të bëhet njësoj siç është bërë sot Edi Rama, që është bërë I pazëvendësueshëm, sepse nuk ka opozitën e ka çuar në atë derexhe që ju ka blerë gjakun. Këtë po kërkon të bëjë dhe Albin Kurti, po në Kosovë çështjet janë pak më ndryshe sepse ka përballë ata që kanë luftuar. Kjo përgjigjja e drejtë për drejtë, po duhet të kthehem edhe tek përgjigjja e gjerë sepse është shumë e rëndësishme. Ajo çka duhet ndodh me shqiptarët, premisat që duhet krijohen janë disa. Pikë parë shqiptarët duhet kuptojnë se ne shqiptarët duhet kuptojmë se ku jemi. Jemi në një nga pikat më të dobta. Kemi para më shumë, ndoshta kemi apartamente më të bukura, shkojmë edhe në Eurovision. Na japin vota dhe në Eurovision, që nuk e kemi ëndërruar kur. Pra, nga pikpamja sipërfaqësore ne jemi shumë mirë. Kryeministri jon na gënjen për ditë, na thotë do hyjmë në Evropë. Pjesa tjetër na thotë që na vendosni ne se do t'ju çojmë muli në Evropë, jo Edi, dhe ose Albana, muli me Albanën do na çojë në Evropë dhe Edi do na çojë në Evropë dhe jemi shumë në rregull. Ky është niveli I diskursit në politikën shqiptare. Kjo duhet ndryshojë. Niveli I diskursit duhet të jetë cilat janë hapat që ne duhet ndërmarrim si kombë, si shtet, si popull, në mënyrë që të favorizojmë, në mënyrë që të mundsojmë bashkimin e shqiptarëve që është I natyrshëm brenda një shteti të vetëm. Cilat janë hapat e afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. Çfarë duhet bëjmë që ky opsion të bëhet I paevitueshëm, të jetë hyj pjesë e diskutimit ndërkombëtar. A mund të bëhet sot për nesër? Kushdo që do t'ju thonte këtë do të ishte një tregtar rrenash. Unë nuk do të jem tregtar rrenash. Janë kushtet ndërkombëtare të cilat janë të paevitueshme, duhen respektuar, janë interesat e aleatëve tanë të tjerë. Por duhet krijuar një agjend. E kanë serbët. Serbët nuk kanë kontroll mbi Kosovën sot, përtej agjendëve të shumtë që kanë
në median dhe qeverisin kosovare, ku flas nivelet treta dhe të katërta, jo në nivelet larta, por agenda tyre nuk ka ndryshuar. Po të flasësh sot me diplomat serb, janë shumë të gatshëm të thonë që ne nuk e kemi fare problem të presim 100 vjet, 200 vjet, por Kosovën nuk e lëshojnë. Këtë nuk ta thot asnjë politikan i Paris Tiranës sot. Ne duhet mrrim në këtë pikë, ku çdo gjë të ndodh, politik do të ketë gjithmonë, politika nuk është kurrë pa probleme, pa pislliqe, pa halle, pa akuza sharje të ndërsjella, sepse në politik luftohet për pushtet dhe për pushtet gjithë njerëzit japin maksimumin. Ama pas çdo lloj betejë politike duhet të jetë ky objektiv jon i përbashkët, të cilin ne sot nuk e kemi. Ne kemi një pari e cila ka objektiv të vetëm paran, lekun, dollarin, evron, drahmin, dinarin serb, çdo gjë për para. Ne kemi oligarkë sot që janë bërë oligarkë duke bashkëpunuar me Rusinë dhe me Serbinë. Kontrollojnë gjysmën e Shqipërisë sot këta oligarkë. Ne kemi njerëz sot cilët janë që kontrollojnë ekonominë e Shqipërisë, që kanë lidhje pafund në shtete të tjera të cilët s'duhet me pas kontrollin e Shqipërisë. Kjo duhet ndryshoj. Duhet ndryshoj qasja. Ndaj shtetit, qasja ndaj kombit, qasja ndaj asaj që ne jemi. Pa ndryshuar kjo, do të ngelim një turm katundare me 10 master degree, po që nuk ndërton kushtet dhe do të vërtetojmë atë tezën e tmerrshme të serbëve dhe të grekëve që shqiptarët nuk dinë të ndërtojnë shtet. Jo, dinë shqiptarët të ndërtojnë shtet. Kudo tjetër që ne na jepet mundësia, kudo tjetër që ne kemi mundësi, ne shkëlqejmë. Kemi gjykatës në Amerikë, kemi profesor në Amerikë, kemi mjek në Amerikë, kemi gjithçka. Kemi president kompanish në Amerikë. Por në vendin tonë nuk jepet mundësia sepse e kanë zaptuar një klik hajnash, maskaresh dhe plehrash të kombit, cilat nuk duan të lëshojnë. Kjo duhet ndodhë. Këto janë premisat e bashkimit. Po, dhe duke mbetur pikërisht e pjesa e korrupsionit në nivelet e larta, në një analizë që ka bërë diplomati amerikan David Kostelanik, shkruan se integrimi i Shqipërisë Bashkimin Evropian varet në fije të perit, nisur nga mënyra se si Edi Rama ju qas rastit Balluku dhe në këtë rast mosçorja përpara drejtësisë vetë Ballukut, po e lë Shqipërinë pas vendeve të tjera për të integruar në BE. Në këtë rast, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka një agjendë të atill që politika paria e Tiranës nuk e dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian dhe mbron gjithë sërën e vet që kapet edhe në korrupsion, siç ishte në rastin e Belinda Ballukut. Përgjigjja e shkurtër është po unë besoj që njerëzit kërkojnë diçka më shumë se sa nga poja. Le të fillojmë duke thënë që David Kostelanik është ai që ishte emëruar për ambasador në Shqipëri, pra është një njohës i Shqipërisë dhe i rajonit. Është një diplomat i vjetër. Pra kur flet, nuk flet pa një agjend të caktuar. Duhet mësojmë në një shtet normal, paradoksalisht ai shteti i vjetër i diktatorial i kishte këto mënyrat menduari. Duhet mësohemi që kur flet dikush diplomatikisht, flet në emër të një agjende të shtetit vet, të caktuar, që në këtë rast janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një objektiv të caktuar dhe secili shtet që i qaset Shqipërisë apo hapësirës shqiptare ka interesat e veta. Nuk dalim dot nga kjo. Kjo është e pa evitueshme në çdo lloj shteti. Edhe në qoftë se do të merremi me një shtet si Palau, edhe Palau ka interesat e veta. Edhe Palau nuk t'jep gjë badihava. Çdo gjë duhet Palau kërkon haracin e vet për të bërë diçka për shtetin tënd.